Jemi sot në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, së bashku me drejtorin e përgjithshëm të doganave për të parë masat e marra, pasi jemi në kulmin dhe në pikun e sezonit turistik. Në aeroportin e Rinasit trajtohen dhe përpunohen në ditë 50.000 pasagjerë, ku fluksin më të madh në ditë të veçanta ka dhe 56.000 pasagjerë që përpunojnë në një ditë. Në të njëjtën për masa janë edhe përpunimi i mallrave, tek kargo, tek pjesa tjetër e shërbimeve që ofrojnë këtu. Përsa i përket fluksit të shtuar që kemi, i gejtet që kemi mbrapa ose kontrolli që bëhet automatik, ka dhënë një rezultat shumë të mirë, ku kemi ulur moshën nga 16 në 12 vjeç për fëmijët, edhe kjo ka bërë të mundur që ne të ulim kohën e shërbimit, por njëkohësisht të rritet edhe numri personave që kalojnë nëpërmjet i gejteve. Kjo është vërtet një akses shumë i mirë për të gjithë qytetarët, për të gjithë personat që shfrytëzojnë këtë kontroll kalimi. Në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të doganave, policia kufitare dhe dogana e Rinasit ka pas rezultate shumë të mira në drejtim të parandalimit veprave penale, goditjes tyre, kryesisht në drejtim të trafikut të lëndëve narkotike, pasi vërtet kemi pasur raste edhe në sasi të mëdha në lëndëve narkotike që tentojnë trafikojnë nëpërmjet aeroportit të Rinasit. Është e rëndësishme që përveç trafikimit të lëndëve narkotike, ne të godasim edhe kontrabandimin dhe migracionin e palishëm, ku ne kemi kontrole të dedikuara në avionët për të cilat në fluturim rezultojnë me risk, dhe kjo gjë bën të mundur që ne të parandalojmë dhe të godasim çdo aktivitet kriminal që ndodh në pikën e kalimit të Rinasit. Është një fluks vërtet shumë i shtuar dhe ne duhet i përgjigjemi këtij fluksi të shtuar me siguri, me përkushtim dhe me sjellje cilësore të punonjësve të policisë dhe me performancë të lartë të shërbimeve. Garantojmë çdo qytetar, çdo turist që viziton vendin tonë, jemi të përkushtuar për të ofruar siguri dhe ndihmë për të gjithë ata që vizitojnë Shqipërinë, si bashkëdhetarët tanë që vinë në këto ditë dhe shikojnë familjet e tyre, po dhe çdo turist të huaj që viziton Shqipërinë. Kjo është realisht shenjë e një bashkëpunimi shumë të mirë me policinë e shtetit, bashkëpunim jashtëzakonshëm do thoja. Të dyja shërbimet, qoftë ai policor, qoftë ai doganor, janë në funksionim 24 orësh për të përgjigjur këtij fluksi të shtuar. Drejtoria e përgjithshme e doganave është angazhuar për të garantuar lëvizje sa më të shpejtë të çdo qytetari nëpërmjet kësaj pike kufitare, por nga ana tjetër të kontrollojmë me kujdes çdo mall që hyn rreth pikën e Shqipërisë. Qoftë nëpërmjet pasagjerëve, pra sektorit të pasagjerëve, qoftë nëpërmjet sektorit të kargos. Ne duhet garantojmë sigurisht që mos shkaktojmë vonesa, të kemi një angazhim maksimal në drejtim të ndërveprimit me qytetarët, por nga ana tjetër edhe të sigurojmë që të kontrollohet çdo mall që hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë. Bashkë me policinë e shtetit kemi përgjigjur deri tani më së miri, si të shihni, fluksi është vërtet i jashtëzakonshëm, por të dyja shërbimet janë përgjigjur në cilësinë maksimale çdo turisti dhe çdo qytetari tjetër që vjen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Valixhet, bagazhet një linje të caktuar që është me risk, që vlerësoj me risk, qoftë Dubai, qoftë Toronto që ka filluar tani Kanadan. Nga të cilat kemi pas raste të trafikimit të narkotikëve që janë goditur. Po, këto na kanë bërë punë. Si kalon? Bagazhet që kemi bërë me risk dhe kontrollojmë në mënyrë të... Si kalon, çdo linjë që vjen kalon në skaner, si e përzimni? Dhe kalon pastaj e gjithë linja, apo jo? Po, e gjithë linja. Gjithë analizën ka përjashtim. Do të detajuar të pastaj vazhdojmë në... Në rastet që dyshoni, njoftoni dhe policinë? Patjetër, kemi një punonjës policisë këtu dhe ato që janë të dyshojnë ai që në janë të kontrolluar të Ta janë trajnuar, ta njohin qoftë shumë autoritare, qoftë lëndë narkotike, homogjene, çka mund të jenë aty që ti i dallojnë direkta. Nuk ka, ta që punojnë në skaner janë trajnuar për ato punë shumë që ne kemi. Sa sigurar, që nësi që shumë.
Shkeloj, mirë, çfarë punë bën këtu? Kontrollor të katë. Sa persona përpunonin ditë gjatë shërbimit? Varet nga fluksi i personave, Po deri tani mesatarisht. 1000 veta. 1000 persona. Faleminderit, punë bën. Ti bëhet përzgjedhja e pasagjerëve që kalojnë në skaner dhe çfarë elemente shpërdoni për të siguruar që Procedurën e kemi me përzgjedhje. Zakonisht janë valixhet e mëdha, ose sidomos të zona që janë me risk, Dubai, Milano, sidomos në shkodë linja Toronto, të që e kemi me risk. Ne fusim për skanimin e momentin e parë që ne evidentojmë diçka që nuk është asnjë send personal ose tjetë diçka që është e lejueshme, ne fillojmë dhe hapim valixhet dhe bëjmë kontrollin fizik dhe të valixhes dhe të personit, fillojmë i bëjmë pyetësorin se nga kontrollin e punit bashkërisht me policinë apo vetë? Kontrolli jonë tu bëhet me fjalësi fillim ne shohim si do kanë skanimin aty. Pastaj janë dhe një nga oficerët, nga agentët e policisë që zakonisht vjen merr pjesë aty te kontrolli bashkë me ne. Dhe bën intervistimin e Bëjmë personave. intervistim e personit, i marrim pasaportën e pyesim se nga vini, arsyeja e ardhjes, për deklarimin e keshit, sa kesh kanë me vete. Bashkëpunimi me doganën kemi pas goxha raste edhe të mosdeklarimit të vlerave monetare në kufi, ku realisht goditen shumë raste të tilla dhe pastaj më tej materialet për cilën prokurori. Vërtet është një punë domethënëse që bëhet nga strukturat tona në këtë drejtim. Edhe për këtë u falenderoj dhe u përgëzoj edhe ju.